Na mbetën dhe pak minuta tani të kalojmë tek përfitimet që merr organizmi nga konsumimi i kumbullave. I kumbullave të thata, i kumbullave të freskëta, i lëngut të tyre, duhet të ketë shumë benefite apo jo. Ne dimë në përgjithësi që bën mirë për konstipacionin, po sigurisht që ka edhe shumë e shumë të tjera përfitime. Po, atëre. Kumbulla është më e mirë se shumë fruta në shumë drejtime. Është shumë e veçantë dhe shumë e pasur edhe në nivele të shumë të larta të antioksidantëve. Kumbulla është më e mirë për shembull, është më e mirë se molla se ka më shumë vitaminë C se molla. Madje ka shumë antioksidantë se molla dhe pastron më mirë zorën edhe mërqinë se ta molla. Është më e mirë se dardha për qetësimin e problemeve të kapslëkut, sepse dardha është përdorur më parë për kapslëkun se mos dardha e pjekur. Është më e mirë se portokalli në probleme të acidike duke pasur nivele të mira të vitaminës C. Po jo se ka më shumë sa. Është më e mirë se pjeshka sepse ka më shumë antioksidantë që punojnë për mërqinë. Pjeshka është një kurë natyrale për mërqinë. Kumbulla është më e mirë. Kajsia është një kurë natyrale për të pastruar zorën. Kumbulla është më e mirë. Është më e mirë se banania në aspekti fibrave, sepse ka dhe nivel më të ulët të sheqerit që shkon në gjak vrrushëm. Është më e mirë se fiku në disa raste, sepse ka nivel më të lartë të vitaminës C. Pra është fruti më i mirë për detoksin, për kapslëkun dhe kura më e mirë për diabetikët, duke bashkuar ndoshta edhe bamjen. Dy këto nga elementet më të mirë të ushqimit, edhe hudhrën, por po flasim tani për kumbullën, është nga më të mirët sepse është nga më të mirët për problemet e forcimit edhe mbrojtjes qelizore në trupin tonë. Është shumë e vlefshme për qarkullimin limfatik edhe për problemin e atyre ujrave që kanë gratë apo edhe fryrjen e këmbëve. Pra është nga pastrueset më të mirë, është nga frutat më të pasura të antioksidantëve. Çfarë ka kumbulla? Kumbulla e zezë ka afërsisht, pra kumbulla më mirë është kumbulla e zezë. Ka afërsisht 6000 njësi në ORS, pra në atë vlerat e orakut që ne kemi të antioksidantëve, 6000, poronica ka 9000 deri në 10000. Kumbulla e kuqe ka diku 4000, 5000, molla ka 2000 ca. Portokalli ka 2000, kajsia ka 1000 ca antioksidant. Kumbulla ka arinje zeza, e kuqja në 6000. Ka nivele të sheqerave natyrore, ka fibra dietike shumë të pasura, ka nivele të kaliumit, magnezit, të hekurit, ka mangan, ka fosfor, ka vitaminë C, ka vitaminë K1, ka beta-karoten, ka nivele të folateve pas vitaminës B9 në këtë rast dhe ka nivele të mira të fibrave dietike, të kaliumit, të hekurit, të kalciumit, vitaminës K, të sorbitolit dhe kumbulla duke pasur këto antocianinat, që janë pigmentimet natyrale që apintojnë ngjyrat, janë antioksidantët më të fuqishëm që kumbulla ka. Duke filluar që nga cianidi apo peonidi dhe të cilët luftojnë të gjithë nivelet qoftë të kolesterolit, të trigliceridet, ulin nivelin e inflamacionit, ka asidin klorogjenik, e cili është një nga përbërësit më të studiuar të kumbullës, që është një antioksidant i fuqishëm natyral që ka një efekt që mbron mërqinë, e pastron mërqinë nga yndyra, ul nivelin e sheqerit në gjak dhe shumë e mirë për diabetikët duke bërë dhe absorbimin e nivelit të glukozës. Është një antiinflamator i jashtëzakonshëm asidi klorogjenik në zorë, po ka nivelin e asidit neoklorogjenik, që është një antioksidant i klasës fenolike, që në kombinimi me acidin klorigjik bën një efekt shumë të mirë të një detoksit të jashtëzakonshëm që ja kalon ndoshta edhe disa ilaçeve dhe suplementeve të mëdha. Kemi nivelit të quercetinës, një polifenol bioaktiv i cili ndihmon qarkullimin e gjakut, elasticitetin e nerveve të gjakut, ka një efekt antialergjik, antihistaminik duke ulur nivelin e histaminës në trupin tonë. Ka nivele të katekinës, si çaji i njëshil, që mbështet gjithë sistemin jo vetëm kardiovaskular, po dhe nivelin qelizor të pjesës tonë. Ka beta-karotenët, të cilët janë pranishëm të kumullat e verdha kryesisht, dhe të kuqe, pra atë që kthehet në vitaminën A. Pra kumulla ka nivele të larta të këtyre elementeve, që bëjnë uljen e kolesterolit, përmirësojnë gjithë raportin HDL-LDL, po ashtu janë shumë mira për problemet e zorës, për problemet e mërqisë, për trigliceridet, bëjnë rregullimin dhe aktivizimin e disa enzimave për të ndihmuar glutathionin të prodhohet më shumë, po mos harrojmë, ka një efekt i jashtëzakonshëm për forcimin e kockave, që ne nuk e kemi thënë, sepse kockat tona nuk duan vetëm kalcium, duan edhe vitaminën K, pra duan një seri gjërash të bashkuara, duan bor, borin e ka shumë të madh në mënyrë natyrale kumbulla, duan magnez dhe duan disa nga këto polifenole, duke filluar nivelin e këtyre të quercetinës dhe polifenole të tjera, të cilat çfarë bëjnë? Krijojnë formimin e osteoblastëve, të cilët janë qelizat që ndërtojnë, pra osteoblastët janë qelizat që ndërtojnë gjithë formimin e indeve në kockat tona. Pra këto polifenole janë nga më të mirat, ka dhe nivel të vitaminës C që ne ndoshta e haruam. Më e mira do ishte të konsumoheshin të freskëta, 2, 3, 4 në ditë. Po të thata në formën e oshaftave? Edhe të thata mund të përdoren, po ka një problem. Duke qenë të thata, ato kanë rreth 20% ujë. Kumbulla e freskët ka mbi 80-85% ujë në trupin e tij. Atëherë do ta fusim ujë të vakët 6 deri në 8 orë. Pse? Në momentin që ne e fusim në ujë, ato zbuten
dhe krijojnë nivelin, aktivizojnë disa nga enzimat kryesore për të bërë zbërthimin e sheqernave. E para pektinazat dhe amilazat, që janë natyrale të pranishme tek lëkura e saj, pra lëkura e hurmës së thatë, e kumullës të thatë, të cilët bëjnë tretin e karbohidrateve që ne fusim në trup. Këto enzima aktivizojnë kur futen ujë. Uji në tyre do apim dhe është nga gjërat më të mira, por edhe mund të zdihen. Më e mira do ishte kumulla e freskët dhe e zdiher. Mos harrojmë që këto kumullat e thata aktivizojnë dhe baktere, sidomos lactus bacillus dhe bifidum aktivizojnë janë të shumë. Dhe bëjnë dhe përmirësimin e tretis, por ulin dhe aciditetin edhe në zor, po dhe aciditetin në përgjithësi në trupin tonë. Dhe rrisin nivelin edhe fibrën peptike në trup që të bëhet një element më i mirë i jashqitjes apo i lëvizjes peristaltike. Lëngu që do përfitohet është më i mirë të zdihet, sepse duhet dim, hurma ka nivele të larta të sorbitolit dhe duke pas sorbitol dhe pektin, kombinimi tyre bën që pastrimi i zorrës dhe lëvishmëria të jetë më e madhe. Dhe është nga më të mirat, më efikaset në pastrim, ja kalon çdo elementi tjetër. Është më i efektshëm ndoshta kumullat e thata kur zdihen, por dhe kumullat e freskëta kur zdihen me pak ginger, me pak kanellë, me pak lëkurën e mollës, patjetër që do ishte më i mirë. Apo edhe ekstraktimi i lëngut të tyre, do ishte shumë i mirë. Po kumullat e zeza, mos harrojmë që kumullat e zeza janë nga më të mirat për këtë lloj problemi. Megjithatë mund të përdorin edhe kumullat. Patjetër, dhe kumullat e tjera të verdha, por kryesisht këto të zezat qarkullojnë. Ka dhe kalium që bëjnë edhe atë rregullimin e presionit apo stabilitetin e atriumit edhe për këmbët e grave që tha më parë, po edhe për presionin e gjakut dhe qarkullimin e gjakut. Është nga elementet më të mirë për uljen e problemeve të astmës dhe kuron dhe duke konsumuar lëngu problemet e bronchitit të ftovje të letrave. Përveç problemit të dhimbjeve të kokës, madje edhe problemeve të migrenës dhe dhimbjeve të kokës. Po midis të tjerave ul dhe problemin e depresionit të lehtë, po themi në nivelin e aktit dhe stabilizon disa probleme të aritmisë në trupin tonë. Pra konsumimi i kumullës dhe i lëngut të kumullës. Praktikisht ne kemi përfunduar me minutat Altin, por do doja vetëm shumë shkurt, po jo, i humbet vlerat një kumbull që qëndron në ngrirje, sepse shumë njerëz për shkak të mos rezistencës së kumbullave i ngrin ato dhe i përdorin për më vonë, për derisa muaj. Atëherë në qoftë se i ngrin në këto temperatura që fillojnë ngadalë, atëherë muret qelizore dëmtohen pak më shumë. Në qoftë se ato ngrin direkt në temperatura të shpejta, asushit ngrin për shembull të procesuara që vijnë nga kompanitë që kanë mjete të caktuara, muret qelizore të kumullës nuk dëmtohen. Këto dëmtohen më shumë dhe patjetër efektshmëria e tyre mund të bie ndoshta 10-15%. Por jo se janë të vlefshme, nuk është se na humbasin vlerat kryesore. Patjetër vetëm ka një problem në momentin që shkrihen dhe ato ringrihen mbi 2 herë, atëherë kalojnë edhe në aspektin bakterial, por në aspektin e dëmtimit tyre edhe në murin qelizor shkon më shumë se 40-45% dëmtimi tyre. Në momentin që ne kemi kaluar ngrirja, duhet i përdorim me patjetër. Ngrirja dhe ringrirja është e dëmshme për çdo produkt. Faleminderit shumë Altin. Të uroj ditë të mbar, faleminderit për informacionet që përsollëm sot dhe këshillat që dham për temat që diskutuam. Faleminderit dhe juve që na keni ndjekur. Shihemi nesër me Reze Dielli. Ju përshëndes.